Kësaj radhe, kam sjell për ju një libër që mua personalisht më ka bërë që vërtet të reflektoj thellë. Nga ky libër kam marrë përgjigje për shumë frikra, pasiguri edhe emocione të cilat ndodhin tek unë. Nuk dija as se si t'i shpjegoja. Mendoja se mund të më vini nga fëmijëria ime. Por sinqerisht kur nuk e kisha menduar që ekzistonin traumat e trashëguara nga familja dhe nga paraardhësit. Dhe as nuk e kisha menduar që ato ndikonin dhe në jetët tona të përditshme. Edhe nuk dija as se si mund të çlirohemi prej tyre, në mënyrë që mos t'ua përcjellim fëmijëve tan apo brezave që do vinë. Ky libër më mësoi që traumat nuk i mbartin vetëm nga përvojat tona personale. Shpesh herë ne mbajmë brenda nesh plagë të cilat nuk na përkasin vetëm neve. Ato plagë udhtojnë përmes brezave, duke kaluar nga paraardhësit tan tek ne, dhe më pas nga ne tek fëmijët tan. Janë dhimbjet e tyre që lëvizin në heshtje nga brezi në brez. Ato prekin zemrat, trupin edhe mënyrën se si jetojmë çdo ditë. Traumat e trashëguara ndikojnë drejt për drejt në mënyrën se si mendojmë, se si ndjejmë, edhe se si ndërtojmë marrëdhëniet në jetën tonë të përditshme, edhe atëherë kur nuk jemi të vetëdijshëm për këtë. Ato mund të shfaqen si frikra të pashpjeguara, si ankth, apo si modelje sjelljeje që përsëriten pa kuptim. Por fatmirësisht, ky cikël nuk është i pandryshueshëm. Ne nuk jemi të dënuar që t'i përsërisim. Plagët e paraardhësve tan nuk duhet që të bëhen plagët e fëmijëve tan. Tashmë ne kemi fuqinë që t'i shohim, t'i kuptojmë dhe t'i shërojmë traumat që na shoqërojnë çdo ditë. Ne mund të zgjedhim të çlirohemi, të shërohemi dhe të dhurojmë fëmijëve tan një jetë më të lehtë dhe pa barrën e së kaluarës. Është mirë që t'i njohim plagët, të përballemi me to me dashuri dhe të shohim se si shërohet historia që bartim. Çdo hap që bëjmë drejt shërimit është një dhuratë vërtet e çmuar. Është një jetë më e lehtë, më e ndriçuar dhe më e lirë nga e kaluara. Në këtë rrugtim nuk jemi vetëm shikues, jemi pjesëmarrës aktiv. Jemi aktiv duke përjetuar, duke shëruar dhe duke u çliruar së bashku. Dhe kjo ishte arsyeja që unë vendosa ta sjell të libër për ju, për të na ndihmuar që të kuptojmë më mirë rrënjët e atyre plagëve që mbajmë brez pas brezi. Dhe gjithashtu të gjejmë dhe mënyrën për t'i shëruar. Shpresoj që ashtu si unë, edhe ju të mund të gjeni aty diçka që ju ndihmon të kuptoni vetveten, të kuptoni sjelljet apo frikrat që keni. Ti ndjeni edhe të çliroheni nga ato. Ky libër është një ftesë për të reflektuar, për të njohur vetveten dhe për të filluar një udhtim të vogël drejt shërimit, qartësisë së brendshme dhe drejt çlirimit emocional. Kush shikon jashtë, ndërron. Kush shikon brenda, zgjohet. Carl Jung. Prezantimi. Gjuha sekrete e frikës. Në një kohë të errët, syri fillon të shoh. Theodor Roethke. Ky libër është fryt i një misioni që më ka udhëhequr ndër vite. Më ka udhëhequr në botë, në shtëpi, në rrënjët e mia dhe në karrierën time profesionale. Në një kohë të errët, syri fillon të shoh. Përvoja ime, formimi profesional dhe praktikat klinike më kanë mësuar se përgjigjet shpesh herë nuk qëndrojnë vetëm në historinë tonë personale, por ato qëndrojnë edhe në historitë e prindërve, gjyshëve,
dhe madje edhe të stërgjysherve tanë. Kurrë nuk e kisha imagjinuar se ku do të më çonte ky udhtim. Për më shumë se 20 vjet kam punuar me individ që përballen me depresion, me ankth, me sëmundje kronike, me fobi, me mendime obsesive dhe me gjendje të tjera të vështira dhe sfiduese. Shumë prej tyre kanë ardhur tek unë të dekurajuar dhe të dëshpëruar. Pasi vite të tëra me terapi tradicionale, medikamente dhe ndërhyrje të tjera, ata përsëri nuk arritën të identifikojnë burimin e simptomave të tyre apo që të lehtësojnë vuajtjet e tyre. Studimet shkencore më të fundit, tashmë të pranuara gjithësisht, tregojnë se efektet e traumës mund të transformohen nga njëri brez në tjetrin. Ky fenomen, i njohur si trauma e trashëguar familjare, po mbështetet gjithnjë dhe më shumë nga provat shkencore. Dhimbja nuk shpërndahet gjithmonë me kalimin e kohës. Edhe nëse personi që ka përjetuar traumën origjinale nuk jeton më, apo nëse historia e tij apo e saj është mbuluar nga heshtja për vite me radhë, fragmente të përvojës, të kujtesës dhe të reagimeve trupore mund të vazhdojnë të ndikojnë tek pasardhësit. Është sikur një dorë e padukshme të shtrihet nga e kaluara për të prekur mendjet dhe trupat e atyre që jetojnë në të tashmen. Ajo që do të lexoni në faqet që vijojnë është një sintezë e vëzhgimeve empirike nga praktika ime si drejtor i Institutit Familjar të Konstelacionit në San Francisco, të cilat janë të kombinuara me gjetjet më të fundit në neuroshkencë, epigjenetik dhe në shkencën e gjuhës. Libri reflekton gjithashtu formimin tim personal pranë Bert Hellinger, psikoterapistit gjerman, i cili hodhi themelet e qasjes së re ndaj terapisë familjare, duke demonstruar se si traumat e trashëguara mund të shfaqin efekte psikologjike dhe fizike ndër breza. Pjesa më e madhe e këtij libri përqendrohet në identifikimin e modeleve të trashëguara familjare, siç janë frikrat, ndjenjat dhe sjelljet që kemi adoptuar në mënyrë të pavetëdijshme dhe që shpesh herë mbajnë gjallë ciklin e vuajtjes nga brezi në brez. Po aq i rëndësishëm është edhe thelbi i punës sime, mënyra se si mund të ndërpritet ky cikël. Ashtu siç mësova unë vetë, shumë prej këtyre modeleve nuk janë pjesë organike e identitetit tonë, pra nuk na përkasin neve. Ato janë huazuar nga të tjerët në historinë tonë familjare, të cilat janë të bartura në heshtje ndër breza. Por, pse ndodh kjo? Unë besoj fort se kjo është një pjesë e historisë e cila ka nevojë të tregohet, e cila herët apo vonë e gjen rrugën e saj për të dalë në dritë. Më lejoni pra që të ndaj me ju historitë e mia. Nuk kam pasur kurrë qëllimin që të krijoj një metodë për të kapërcyer frikën dhe ankthin. Gjithçka filloi papritur. Filloi ditën kur humba shikimin. Ishte migrena ime e parë okulare. Ajo ishte padhimbje të prekshme, por me një vorbull ankthi dhe errësire, ku pamja ime u zbeh krejtësisht. Në atë kohë isha 34 vjeç. Duke u penguar në përzyrë, u përpoqja të gjeja telefonin e tavolinës për të formuar numrin 911. Pak çaste më vonë, një ambulancë ishte nisur drejt meje. Një migrenë okulare, në shumicën e rasteve nuk përbën rrezik serioz. Shikimi bëhet i paqartë, por zakonisht ai rikthehet brenda një ore. Problemi është se kur përjeton për herë të parë një gjendje të tillë, ti nuk e di gjithmonë këtë.
për mua, migrena okulare nuk ishte fundi, por ishte vetëm fillimi. Brenda pak javësh, shikimi në syrin tim të majt nisi të zbehi gradualisht. Fytyrat e njerëzve dhe tabelat e rrugëve, dikur të qarta, u shndërruan në një turbullir gri. Mjekët më diagnostifikuan me retinopati seroze qendrore. Një gjendje e rrallë për të cilën nuk ekziston një shërim i njohur, dhe shkaku mbetet ende i paqartë. Në këtë çrregullim, lëngu grumbullohet në retinë duke shkaktuar rrjedhje, dhëmbëzim dhe mjegullim në fushën vizuale. Në rreth 5% të rasteve, gjendja merr formë kronike. Ishte pikërisht kjo formë që shfaqej tek unë. Ajo që, sipas statistikave, çon disa njerëz drejt verbërisë ligjore. Mjekët më paralajmëruan se ashtu siç po përparonte sëmundja, ishte vetëm çështje kohe përpara se edhe syri tjetër të prekej. Mjekët nuk mund të më shpjegonin se çfarë shkaktoi humbin e shikimit tim, dhe nuk mund të më shpjegonin as se si mund të shërohesha. Nuk kisha vendosur kurrë që të zhvilloja një metodë për të kapërcyer frikën dhe ankthin. Asgjë nuk dukej se mund ta bënte këtë. Çfarëdo që provoja vetë, vitamina, lëngje, agjërim, shërime praktike e të tjera, shpesh herë e përkeqësonin situatën. Ndihesha i pafuqishëm dhe i mërzitur. Frika ime më e madhe po shpalosi përpara syve të mi, dhe unë isha i paaftë për të vepruar. Isha i verbër, i paprigatitur për të kujdesur për veten, dhe krejt i vetëm, ndihesha i ndarë nga bota. Pyetja që po më mundonte ishte: çfarë më kishte bërë që të qëndroja kaq thellë në këtë frikë? Do të kalonin vite përpara se unë të gjeja një përgjigje. Ndërkohë, jeta ime dukej se po shpërbëhej. Ndihesha sikur po humbisja vullnetin për të jetuar. Unë përsërisja skenarin pa pushim në mendjen time. Sa më shumë mendoja për të, aq më të thella bëheshin ndjenjat e pashpresa, të cilat ishin ngulitur në trupin tim. Ndjehesha sikur po fundosesha në një lum të pandalshëm. Çdo përpjekje për të çliruar nga kjo gjendje më kthente përsëri tek imazhet e vetmisë, tek ato të pafuqisë dhe të shkatërrimit total. Ajo që nuk e kuptoja atëherë ishte se fjalët e mia, të pafuqishme dhe të rënuara, ishin pjesë e gjuhës personale të frikës sime. Të pakontrolluara dhe të shpërndara, ato rrotulloheshin në kokën time dhe tundnin trupin tim, duke bërë që përvoja e frikës të ndjehej edhe më e thellë dhe më e pakapshme. Pyesja veten se pse i kisha dhënë mendimeve të mia një fuqi kaq të madhe. Shumë të tjerë kishin kaluar fatkeqësi më të mëdha se sa të mijat. Dhe megjithatë, ata nuk zhyteshin në frikë ashtu si unë. Çfarë ishte ajo që më mbajti kaq thellë në këtë gjendje? Do të duheshin vite për të përgjigjur. Mendja ime përsëriste skenarin pa pushim. E përsëriste duke thelluar ndjenjat e pashpresë. Ishte sikur jeta ime po shkatërrohej dhe vullneti për të jetuar po më braktiste. Në atë kohë, gjithçka që mund të bëja ishte të largohesha. Lëshova marrëdhënien time, familjen, biznesin dhe qytetin që njihja. Çdo gjë që më ishte e njohur.
i lash të gjitha. Kërkoja përgjigje që nuk mund t'i gjeja në botën ku rria. Në një botë ku shumë njerëz dukeshin të hutuar dhe të pakënaqur. Kisha vetëm pyetje edhe pak dëshirë për të vazhduar jetën ashtu siç e njihja. Ja dorëzova kompaninë time të suksesshme të organizimit të ngjarjeve dikujt që sapo kisha njohur. Edhe nisa një udhtim drejt lindjes. Një udhtim sa më larg që të mundja. Edhe vajta deri në Azinë Juglindore. Doja të shërohesha. Nuk e kisha as idenë se si do të dukej shërimi. Por e dija se duhej ta nisja këtë rrugtim. Kam lexuar libra dhe kam studiuar me mësuesit që i kishin shkruar ato. Sa herë që dëgjoja për dikë i cili mund të më ndihmonte, një grua e moshuar në një kasole, një burr i qeshur me mantel, ai ose ajo shfaqej. U bashkova me programe trajnimi dhe këndova me gurut. Një nga gurut u tha të pranishmëve se dëshironte të rrethohej vetëm me gjetës. Kërkuesit, tha ai, mbeten pikërisht ashtu. Mbeten gjithmonë në kërkim. Dëshiroja të bëhesha një gjetës. Meditoja për orë të tëra çdo ditë. Argjeroja për ditë të tëra. Përgatisja trupin dhe shpirtin me barishte dhe luftova me toksinat e imagjinuara që mendova se kishin pushtuar rindet e mia. Por, gjatë gjithë kësaj kohe, shikimi im vazhdoi të përkeqësohej, ndërsa depresioni thellohej. Ajo që nuk arrita ta kuptoja atëherë është se kur përpiqemi të rezistojmë ndjesisë së diçkaje të dhimbshme, shpesh herë e zgjasim vetë dhimbjen që përpiqemi të shmangim. Ka diçka të veçantë në lidhje me vetë aktin e kërkimit, që shpesh na bllokon nga ajo që po kërkojmë. Kur shikojmë vazhdimisht jashtë vetes, mund të mos e kuptojmë atëherë kur e kemi arritur objektivin. Diçka e vlefshme mund të ndodhë brenda nesh. Por, nëse ne nuk jemi të përgatitur ose nuk përputhemi me të, mund ta humbasim atë. Qëllimi i kësaj çmendurie ishte pikërisht ky: të më bënte të njehesha nga afër me pyetjen: çfarë nuk je i gatshëm të shohësh? Shëruesit më sfiduan të shikoja më thellë. Por, si mund ta dija? Unë isha ende në errësirë. Një guru në Indonezi ndezi dritën për mua me një pyetje të thjeshtë por thelbësore. Kush mendon se je që të mos kesh probleme me syt? Më tha. Pastaj shtoi. Ndoshta veshët e Johanit nuk dëgjojnë aq mirë sa ata të Gerhardit. Ndoshta mushkrit e Elizës nuk janë aq të forta sa ato të Gertës. Dhe Dietrich nuk ecën aq mirë sa Sebastiani. Të gjithë ishin pjesë e të njëjtit program trajnimi, gjerman dhe holandez, edhe secili prej tyre përballej me një gjendje kronike. Në atë moment kuptova se kishte të drejtë. Kush isha unë që të mos kisha një sfidë me shikimin? Ishte arrogante të debatoja me realitetin. Retina ime ishte dëmtuar, edhe shikimi im i turbullt. Por brenda vetes ndjeva diçka tjetër. Ndjeva një qetësi që po lindte. Pavarësisht se çfarë ndodhte me sytë e mi, kjo nuk duhej më të përcaktonte mënyrën se si unë e përjetoja jetën. Për të thelluar mësimin, mësuesi na udhëzoi të kalonim 72 orë, 3 ditë dhe 3 net, me sy të mbuluar dhe me veshë të mbyllur,
duke medituar me një jastëk të vogël. Çdo ditë na jepej vetëm një tas i vogël me oriz dhe ujë për të pirë. Nuk flinim, nuk shtriheshim, nuk komunikonim me njëri tjetrin. Edhe për të shkuar në banjo, ngrinim dorën dhe na shoqëronin drejt një vrime në tokë në errësirë. Qëllimi i kësaj përvoje ekstreme ishte pikërisht ky: të njihnim nga afër çmendurinë e mendjes, duke e parë për herë të parë si një lojë iluzionesh, duke e vëzhguar atë pa ndërhyrë. Ajo që mësova ishte se mendja ime më tallte vazhdimisht. Ajo më tallte me skenar të tmerrshëm, duke më ushqyer me iluzione se nëse shqetësohesha mjaftueshëm, mund të mbrohesha nga frika ime më e madhe. Ajo më shtynte gjithmonë drejt skenarëve më të errët, duke më mashtruar se ankthi im ishte një mbrojtje. Pas kësaj përvoje dhe të tjerave si ajo, vizioni im, ai syri im i brendshëm, nisi të hapej. Nisi të shihte më qartë. Nisi të bëhej më i kthjellët, më i thellë. Megjithatë, shikimi im fizik, syri im fizik, mbeti i njëjtë, i pandryshueshëm. Mbeti i turbulluar, i plagosur, i braktisur nga drita. Edhe rrjedhja e plagëve në sy vazhdua si më parë. Në shumë mënyra, problemi im me shikimin ishte një metaforë e fuqishme. Më në fund, po kuptoja se nuk ishte të bënte aq me atë që mund të shihja ose jo, por me mënyrën se si zgjidhja që t'i shihja gjërat. Dhe me gjithatë, kthesa e vërtet nuk ishte ardhur ende. Edhe pikërisht ky kontrast filloi të më tregonte se shërimi duhet të fillonte nga brenda. Ishte viti i tretë i asaj që tani e quaj kërkimi im i vizionit. Pas gjithë asaj kohe, më në fund erdhi radha ime. Më në fund gjeta atë që kërkoja. Në atë periudhë po praktikoja shumë meditimin. Depresioni ishte zhdukur pothuajse krejtësisht. Mund të kaloja orë të tëra në heshtje. Mund të qëndroja vetëm duke qenë i pranishëm me frymarrjen time ose me ndjesitë e trupit. Kjo ishte pjesa e lehtë. Një ditë, po prisja në radhë për të marrë pjesë në një satsang, një takim me një mjeshtër shpirtëror. Mendova se mjeshtri do ta shikonte për kushtimin tim. Do të më njihte si atë njeri të thellë shpirtëror që unë kisha ndërruar të isha. Por, për habin time, ai më pa drejt në sy dhe më tha: "Shko në shtëpi, thirr nënën dhe babain tënd." Trupi mu drodh nga inati. Në mendjen time klithja: "Çfarë? Pse?" Ishte e qartë. Ose të paktën kështu mendoja atëherë, se ai më kishte keq kuptuar. Unë nuk kisha më nevojë për prindrit e mi. I kisha lënë pas. E kisha tejkaluar atë kohë ku ata të kujdeseshin për mua. Kisha hequr dorë prej tyre shumë kohë më parë. Ata i kisha zëvendësuar me prindër më të mirë, me prindër hynor, me prindër shpirtëror, me të gjithë mësuesit, gurut, burrat dhe gratë e mençura që po modëzonin drejt një niveli më të lartë të zgjimit. Për më tepër, pas disa viteve në terapi të gabuara, me rrahje jashtëqesh dhe me grisje shëmbulltyrash prej kartoni që përfaqësonin prindrit e mi, besova se tashmë e kisha shëruar marrëdhënien time me ta. Vendosa të mos i kushtoja më rëndësi këshillave të tij. Megjithatë, diçka më preku thellë brenda. Nuk mund ta lija pas atë që kishte thënë. Më në fund, fillova të kuptoja
se asnjë përvojë nuk humbet kurrë. Çdo gjë që na ndodh ka vlerë, edhe nëse ne nuk e kuptojmë menjëherë rëndësinë e saj. Çdo gjë në jetën tonë, në fund të fundit, na çon diku. Megjithatë, isha i vendosur të mbaja iluzionin se unë isha i paprekur. Të qenit një meditues i përparuar ishte gjithçka për të cilën duhet të kapesha. Kështu që kërkova një takim me një mjeshtër tjetër shpirtëror. Isha i sigurt që do të rregullonte gjithçka. Ky njeri mbushte qindra njerëz në ditë me dashurinë e tij qellore. Me siguri që ai do të më shihte si një person thellësisht shpirtëror. Pikërisht si ai që unë imagjinoja se isha. Përsëri, prita një ditë të tërë derisa më erdhi radha. Tani isha në pjesën e përparme të linjës. Dhe pastaj ndodhi. Përsëri, të njëjtat fjalë. Thërrisni prindrit tuaj, shkoni në shtëpi dhe bëni paqe me ta. Këtë herë dëgjova. Mësuesit e mëdhenj e din. Të mëdhenjve me të vërtet nuk u intereson nëse ju besoni apo jo në mësimet e tyre. Ata paraqisin një të vërtet. Dhe pastaj ju lën me veten tuaj për të zbuluar të vërtetën tuaj. Adam Gopnik shkruan për ndryshimin midis guruve dhe mësuesve në librin e tij me titull Përmes portës së fëmijëve. Ai thotë: një guru na jep veten dhe më pas sistemin e tij. Një mësues na jep lëndën e tij dhe më pas veten. Mësuesit e mëdhenj kuptojnë se nga vim ndikon ku shkojmë dhe se ajo që mbetet e pazgjidhur në të kaluarën tonë ndikon në të tashmen tonë. Ata e din që prindrit tanë janë të rëndësishëm, pavarësisht nëse ishin të mirë apo jo. Nuk ka rrugdalje. Historia e familjes është historia jonë. E pëlqejmë apo jo, ajo qëndron brenda nesh. Pavarësisht nga historia që kemi me ta, prindrit tanë nuk mund të fshihen ose të dëbohen nga memoria jonë, apo nga shpirti ynë. Ata janë brenda nesh dhe ne jemi pjesë e tyre, edhe nëse nuk e kemi takuar kurrë. Refuzimi i tyre vetëm sa na largon më shumë nga vetja, edhe na sjell më shumë vuajtje. Ata dy mësues mund ta shihnin këtë. Unë nuk munda. Verbëria ime ishte fjalë për fjalë edhe figurative. Tani po filloja të zgjohesha. Kryesisht sepse kisha lërë një rrëmuj të madhe në shtëpi. Prej vitesh i kisha gjykuar ashpër prindrit e mi. E imagjinoja veten më të aftë, shumë më të ndjeshëm dhe shumë më njerëzor se sa ata. I fajsova për gjithçka që besoja se kishte shkuar keq në jetën time. Tani, më duhet të kthesha tek ata për të rivendosur atë që më mungonte, dobësinë time. Po kuptoja se aftësia ime për të marrë dashuri nga të tjerët ishte lidhur drejt për drejt me aftësinë për të marrë dashurinë e nënësime. Megjithatë, pranimi i dashurisë së saj nuk do të ishte i lehtë. Kisha një hendek kaq të thellë në lidhje me të, saqë të përqafohesha me të, ndihesha si të ngulesha në një kurthariu. Trupi im do të shtrëngoj në vetvete duke krijuar një guask që ajo nuk mund ta deportonte. Kjo plag prekte çdo aspekt të jetës sime, veçanërisht aftësinë për të qëndruar i hapur në marrëdhënie. Unë dhe nëna ime mund të kalonim muaj pa folur. Kur flisnim, unë gjeja gjithmonë një mënyrë, përmes fjalëve ose gjuhës së trupit tim të blinduar,
për të hequr qafe ndjenjat e ngrohta që ajo më jepte. Shfaqesha i ftohtë dhe i largët. Ndërkohë, e akuzoja se nuk mund të më shihte apo të më dëgjonte. Ishte një qorsokak emocional. I vendosur për të shëruar marrëdhënien tonë të prishur, rezervova një fluturim për në shtëpi, në Pittsburgh. Nuk e kisha parë nënën time për disa muaj. Teksa ecja drejt makinës, ndjeva gjoksin të më shtrëngohej. Nuk isha i sigurt nëse marrëdhënia jonë mund të riparohej. Kisha kaq shumë ndjenja të papërpunuara brenda. E përgatita veten për më të keqen, duke luajtur në mendje skenarin. Ajo do të më mbante dhe unë, duke dashur vetëm të zbutesha në krahët e saj, do të kthesha në çelik. Dhe kjo ishte pothuajse ajo që ndodhi. Ajo më përqafoi me një mënyrë që mezi po duroja dhe mezi merja frym. Megjithatë, i kërkova të vazhdonte të më mbante. Doja të kuptoja nga brenda vetes se ku trupi im rezistonte, ku ndihesha e mbyllur, çfarë ndjesish lindin dhe si reagoja. Nuk ishte informacion i ri për mua. E kisha parë këtë model të sjelljes në marrëdhëniet e mia dhe me të tjerët. Por këtë herë nuk po largohesha. Qëllimi im ishte që të shëroja këtë plagë që nga burimi i saj. Sa më gjatë që ajo më mbante, aq më shumë ndihesha sikur do të shpërtheja. Ishte fizikisht e dhimbshme. Dhimbja ngrihej dhe shndërrohej në mpirje. Dhe mpirja kthehej përsëri në dhimbje. Pas shumë minutash, diçka ndryshoi. Gjoksi dhe barku filluan të më dridheshin. Fillova të zbutem. Edhe në javët që pasuan, vazhdova të zbutem akoma më tepër. Ndodhi kur gjatë njërës nga bisedat tona të shumta, kur pothuajse në mënyrë të papritur, nëna ime ndau një ngjarje që kishte ndodhur kur unë isha i vogël. Ajo duhet të shtrojë në spital për 3 javë për një operacion në fshikësën e tëmtit. Me këtë informacion, fillova të kuptoja çfarë po ndodhte brenda meje. Diku para moshës 2 vjeçare, pikërisht atëherë kur unë dhe nëna ime u ndam, një shtrëngim i pavetëdijshëm kishte zënë rrënjë brenda trupit tim. Kur ajo u kthye në shtëpi, nuk i besoja më kujdesit të saj. Nuk ndihesha më i sigurt pranë saj. Në vend të kësaj, e largova dhe vazhdoja ta bëja këtë për 30 vitet e ardhshme. Një ngjarje tjetër e hershme mund të ketë kontribuar gjithashtu në frikën time se jeta ime mund të shkatërrohej papritur. Nëna ime më tregoi se kishte pasur një lidhje të vështirë, ku mjeku përdori pincë. Si rezultat, unë linda me mavijosje të mëdha dhe me një pjesë të kafkës së dëmtuar. Gjë që nuk është e pazakonshme pas një lindjeje të tillë. Nëna ime më tregoi me këqardhje se pamja ime e bëri të vështirë të më mbante në fillim. Historia e saj rezonoi me mua dhe më ndihmoi të kuptoja ndjenjen e të qenit i shkatërruar, të cilën e kisha ndier gjithmonë thellë brenda vetes. Kujtimet traumatike të lindjes, të cilat kishin mbetur të fshehura brenda trupit tim, shpërfaqeshin sa herë që unë lindja një projekt të ri ose prezantoja një punë në publik. Vetëm të kuptuarit e kësaj, më solli një ndjenjë paqeje. Gjithashtu, në një mënyrë të papritur, kjo eksperiencë na afroi më shumë mua dhe nënën time. Ndërsa riparoja lidhje me nënën time, fillova të afrohesha edhe me baban. Ai jetonte i vetëm në një apartament të vogël dhe të rënuar. I njëjti apartament ku kishte qëndruar që nga divorci i prindërve, kur unë isha 13 vjeç.
babai im, ish punëtor detar dhe ndërtimi, nuk lodhej kurrë nga puna për të rinovuar shtëpinë e tij. Gjithçka ishte në kaos. Mjete të vjetra, bulona, vida, gosht, rrotulla me shirik elektrik dhe ngjitës ishin të shpërndar në përdhoma dhe korridore, ashtu si gjithmonë. Ndërsa qëndruam aty, mes hekurit dhe çelikut të ndryshkur, i thash se sa shumë më kishte munguar. Fjalët sikur humbisnin në ajër. Ai nuk dinte si të përgjigjej. Heshtja ishte rënd. Por për një çast ndjeva se dy njerëzit e thyer nga e kaluara po përpiqnin të lidhnin përsëri zemrat e tyre. Gjithmonë kisha dëshiruar një marrëdhënie të ngushtë me babain tim. Por as ai dhe as unë nuk dinim si të realizonim. Këtë herë, megjithatë, vazhduam të flisnim. I thash se e doja dhe se ai ishte një baba i mirë. I tregova kujtimet e mia për gjërat që kishte bërë për mua kur unë isha i vogël. Ndjeva një gjallëri brenda vetes duke i folur, edhe pse reagimet e tij, ngritja e shpatullave, ndryshimi i temës, tregonin se nuk ishte mësuar të shprehte ndjenjat. Na u deshën mjaft të tëra për të folur dhe për të ndarë kujtimet. Gjatë njërës prej drekave tona së bashku, ai më shikoi drejt për drejt në sy dhe më tha: "Nuk mendoja se ti më kishe dashur ndonjëherë." Me zimerja frym. Ishte e qartë se një dhimbje e madhe na lidhte të dy. Në atë moment, diçka u hap. Ishin zemrat tona që po lidheshin përsëri. Ndonjëherë zemra duhet të thyhet për t'u hapur. Më në fund filluam të shprehnim dashurinë tonë për njëri tjetrin. Tani po shikoja efektin e besimit tek fjalët e mësuesve dhe të kthimit në shtëpi për t'u shëruar me prindrit e mi. Ndarja ime e hershme nga nëna ime, së bashku me traumat e gjashme që trashëgova nga historia familjare, për shembull, 3 nga gjyshit e mi kishin humbur nënat e tyre në moshë të re. Edhe i 4-ti kishte humbur baban që kur ishte foshnjë. Të gjitha këto ndihmuan në krijimin e gjuhës sime të fshehtë të frikës. Fjalët e vetme, të pafuqishme dhe të rënuara, si të ndjenjat që i shoqëronin, më në fund po humbisnin fuqinë për të më drejtuar në rrugën e gabuar. Po më jepej një jetë e re, edhe marrëdhënia ime e rinovuar me prindrit e mi ishte një pjesë e madhe e saj. Dashuria dhe kujdesi i tyre nuk ishte në mënyrën se si i kisha pritur dikur, por në mënyrën se si ata mund të dhuronin. Diçka u hap brenda meje. Nuk ishte rëndësi nëse mundeshin apo jo të më donin. Rëndësi kishte mënyra se si unë munda të pranoj dashurinë që ata kishin për të dhënë. Ata ishin të njëjtët prindër që gjithmonë kishin qenë. Ndryshimi ishte tek unë. Po dashurohesha sërish me ta. Ashtu siç duhet ta kisha ndjerë si foshnjë, përpara se të thyhej lidhja me nënën time. Për herë të parë që mbaja mend, munda ta lejoja veten të merja timonin. Gjatë muajve të ardhshëm, rivendosa një lidhje të butë dhe të ngrohtë me nënën time. Dashuria e saj, e cila dikur më dukej pushtuese dhe e rëndë, tani ndihej qetësuese dhe rigjeneruese. Po ashtu kisha fatin të kaloja 16 vite të ngushta me babain tim përpara se ai të vdiste. Edhe në 4 vitet e fundit të jetës së tij, që ishin plot çmenduri dhe sfida, ai më dha ndoshta mësimin më të thellë për të senueshmërinë dhe dashurinë që kam përjetuar ndonjëherë. Së bashku,
u takuam në të vend për te mendjes dhe fjalëve, aty ku banon vetëm dashuria më e thellë. Gjatë udhëtimeve të mia, kam pasur shumë mësues të shkëlqyer. Megjithatë, kur shikoj prapa, kuptoj se ishte syri im i lodhur dhe i stresuar, që shpesh krijonte terror, ishte po ai që më udhëhoqi gjysmën e rrugës në përbot, edhe më ktheu përsëri drejt prindërve të mi, përmes traumave familjare, edhe më në fund drejt zemrës sime. Syri im, që tashmë i hapur, ishte mësuesi më i madh nga të gjithë. Ai më mësoi të shoh, të pranoj dhe të dashuroj fillimisht veten dhe pastaj të tjerët. Diku gjatë rrugës kisha pushuar së menduari për syrin tim dhe nuk shqetësohesha më nëse do të përmirësohej apo po keqësohej. Nuk prisja më të shija qartë përsëri. Disi, kjo kishte pushuar së qenie e rëndësishme. Jo shumë kohë më pas, vizioni im u kthye. Nuk e prisja, dhe në të vërtet, nuk kisha më nevojë për të. Kisha mësuar të isha mirë pavarësisht nga gjendja e syrit tim. Sot, shikimi im është 20/20. Edhe pse okulisti im betohet se me sasinë e asaj gjendje që kam në retinë nuk do të duhet të shihja. Ai thjesht tund kokën dhe supozon se ndoshta sinjalet e dritës kanë gjetur një mënyrë për të rikoshetuar dhe për të anashkaluar zonën qendrore të retinës. Ashtu si me shumë histori shërimi dhe transformimi, ajo që në fillim dukej si një fatkeqësi, ishte në të vërtet hiri i maskuar. Ironikisht, pasi kërkova përgjigje në çdo cep të largët të botës, zbulova se burimet më të mëdha të shërimit tashmë ishin brenda meje. Ato ishin thjesht duke pritur të zbuloheshin. Në fund të fundit, shërimi është një punë e brendshme. Fatmirësisht, mësuesit e mi më kthyen tek prindërit e mi dhe tek shtëpia për të gjetur veten time. Gjatë këtij udhëtimi, zbulova historitë brenda historisë së familjes sime, të cilat më sollën paqe. Për shkak të mirënjohjes dhe të ndjesisë së re të lirisë, ky u bë misioni im që të ndihmoj të tjerët dhe të gjejnë këtë liri për veten e tyre. Përmes gjuhës hyra në botën e psikologjisë, si student dhe më pas si klinicist. Nuk isha shumë interesuar për testet, teoritë apo modelet e sjelljes. Në vend të kësaj, dëgjova gjuhën. Zhvillova teknika të dëgjimit dhe mësoja të dëgjoja atë që njerëzit thoshin pas ankesave të tyre, nën historitë e vjetra që mbartnin. Mësova t'i ndihmoja të identifikonin fjalët specifike që çonin në origjinën e dhimbjes së tyre. Edhe megjithatë, disa teoricent pretendojnë se gjuha zhduket gjatë traumës. Unë kam parë vazhdimisht nga përvoja ime personale dhe profesionale se kjo gjuhë nuk humbet kurrë. Ajo endet në mbretërinë e pavetëdijshme duke pritur të rizbulohet. Nuk është rastësi që për mua gjuha ka qenë një mjet i fuqishëm shërimi. Sa mbaj mend, gjuha ka qenë mësuesi im, mënyra ime për të organizuar dhe kuptuar botën. Kam shkruar poezi që kur isha adoleshent dhe shpesh heq gjithçka, pothuajse gjithçka, kur një val e madhe gjuhësore, urgjente, këmbëngul të lind. E di se pas dorëzimit të këtë val, qëndrojnë njohuri të ndryshme që nuk do të ishin të disponueshme për mua. Në procesin tim, gjetja e fjalëve të vetme, të pafuqishme dhe të rënuara kanë qenë thelbësore. Në shumë mënyra, shërimi nga trauma
është i ngjashëm me krijimin e një poezie. Të dyja kërkojnë kohën e duhur, fjalët e duhura dhe imazhin e saktë. Kur këta elemente rreshtohen, diçka kuptim plot fillon të lëviz dhe mund të ndihet brenda trupit. Për të shëruar, ritmi ynë duhet të jetë në harmoni. Nëse arrim shumë shpejt tek një imazh, ai mund të mos zë rrënjë. Nëse fjalët që na ngushëllojnë vinë shumë herët, mund të mos jemi gati t'i pranojmë. Nëse fjalët nuk janë të sakta, mund të mos i dëgjojmë ose të mos rezonojmë me to. Gjatë rrjedhës së praktikës sime si mësues dhe drejtues seminarësh, kam kontribuar njohuritë dhe metodat e marra nga trajnimi për traumat e trashëguara familjare me kuptimin tim të rëndësishëm për rolin e gjuhës. Unë e quaj këtë qasje gjuhe thelbësore. Duke përdorur pyetje specifike, i ndihmoj njerëzit që të zbulojnë shkakun rrënjësor pas simptomave fizike dhe emocionale që i mbajnë ata të bllokuar. Zbulimi i gjuhës së duhur jo vetëm që ekspozon traumën, por gjithashtu ofron mjete dhe imazhet e nevojshme për shërim. Duke përdorur këtë metodë, kam dëshmuar se modelet e thella të depresionit, anktit dhe ndjenjes së zbraztisë mund të ndryshojnë në një moment të mprehtë dhe transformues. Mjeti i këtij udhëtimi është gjuha. Gjuha e fshehur e shqetësimeve dhe frikrave tona. Ka të ngjarë që kjo gjuhë të ketë jetuar brenda nesh gjatë gjithë jetës sonë. Mund të kenë origjinën tek prindrit tanë, ose edhe më tej, tek stërgjyshrit tanë. Gjuha jonë thelbësore këmbëngull të dëgjohet. Kur ndjekim udhëtimin e saj dhe dëgjojmë historinë që ajo tregon, ajo ka fuqi të zbusë frikën tonë më të thellë. Gjatë këtij rrugtimi mund të takojmë familjarë të njohur dhe të panjohur. Disa prej tyre kanë vdekur prej vitesh. Të tjerët nuk janë të lidhur drejt për drejt me ne, por vuajtja ose mizëria e tyre kanë ndikuar rrjedhën e fatit të familjes sonë. Ndoshta do të zbulojmë edhe një ose dy sekrete të fshehura që janë prehur prej kohësh. Por, pavarësisht nga rruga që ndjekim, përvoja ime sugjeron se do të arrijmë në një vend të ri në jetën tonë, me një ndjenjë më të madhe lirie brenda trupit dhe me një aftësi më të madhe për të qenë në paqe me veten. Gjatë këtij libri kam përfshirë histori të njerëzve me të cilët kam punuar në trajnimet dhe sesionet individuale. Detajet e rasteve janë reale, por për të mbrojtur privatësitë e tyre, emrat dhe karakteristikat identifikuese janë ndryshuar. Unë jam thellësisht mirënjohës të gjithë atyre që më lejuan të ndaja gjuhën e fshehur të frikës së tyre. Ju jam mirënjohës për besimin që treguan tek unë dhe për mundësinë që më dhanë që të dëgjoj atë që qëndron thellë nën fjalët e tyre.